Një farë forme problemi më prioritari i cili duhet merret gjithë shoqëria, në veçanti institucionet që janë përkatëse për ta mbrojtur të drejtën e ligjit dhe sigurisë në punë të punëtorëve, po qalojmë dhe nuk kemi as përsafrim aty çka duhet. Shpeshherë unë kam përcjell që në këto raste, karshia asaj që kemi duke vepruar na, këta punëtorë din t'i ruaj vetëm Zoti, përndryshe ne si institucione nuk jemi të bë as minimumin atë për çka jemi thirrur dhe duhet me bë. Shkaqet kryesore në rend të parë janë, po themi, pronarët e kompanive nuk janë në nivelin e duhur, sepse ata duhet ta vlerësojnë rrezikshmërinë në vendin e punës për punëtorët dhe në moment kur ata shohin se ka ndonjë rrezikshmëri, atëherë ata duhet të ndërmarrin masat adekuate, por këta nuk po e vlerësojnë këtë dhe në farë forme nuk po e kanë qasje adekuate lidhur me parandalimin e këtyre gjërave që në veçanti po themi në rend parë janë pronarët e kompanive, pastaj institucionet relevante duke u nisur nga Inspektorati i Punës dhe Ministria e Punës. Absolutisht as përshafërmi, unë kam thënë pak më herët që 90% punëtorët e sektorit privat të Kosovës nuk janë duke respektuar ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin në punë në atë aspektin se vetë pronari i kompanisë nuk po e kërkon këtë. Dhe vetë fakti kur pronari i kompanisë nuk e përcjell sigurinë dhe shëndetin e punë të punëtorëve, atëherë i bie që faktor kryesor për këtë ngjarje që po ndodhen është pronari i kompanisë. Mendoj që në rend të parë Inspektorati i Punës duhet të arrisë numrin e inspektorëve në një numër shumë më të madh, në rend të parë. Në rend të dytë, këta inspektorë duhet të jenë në farë forme të certifikuar ose duhet të jenë të specializuar për ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin e punës, sepse një inspektor i cili është inspektor i përgjithshëm nuk mund të dinë dhe nuk i din rreziqet e vendit të punës për këta punëtorë. Dhe unë kam paralajmëruar që duhet të jenë mekanizmat sindikat, Ministria e Punës dhe Inspektorat, që ta kemi një grup të përbashkët që dalemi të lobojmë dhe një farë forme të edukojmë ose edhe të trajnojmë shumë pronarë të kompanive së bashku me punëtorë dhe të tregojmë që rrezikshmëria në punë është e barabartë me vdekjen e punëtorëve.